denoncuar të gjitha lidhjet e krimit me politikën dhe po ashtu fjalën e lirën e do degim fjalën e zotit Berisha. To the regime, one night found itself Ka disa zhvillime në të njëjtën drejtim. Pra një nga televizionet e pakta kritike ndaj regjimit, një natë gjeti veten trethuar nga policia dhe ushtria. Prime Minister didn't mind. Ata nuk lejuan të hynin brenda pavarësisht vendimit të gjykatës, megjithatë, kryeministri nuk u shqetësua. Ata sekuestruan kompjuterët ku gazetarët investigativ kishin dosje kundër ministrave. Dhe deri më sot vendimi i gjykatës nuk është zbatuar. Ata nuk janë në ambientet e tyre. Është impresioni të tmerrshëm mbi media, por e njëjta gjë ndodh edhe në parlament. But the same is the parliament. Mr. President, the new government and its program, 4-year program, was voted. Zoti President, qeveria e re dhe programi i saj, programi 4 vjeçar u votuan për 28 minuta. 28 minuta. Based in a scenario well prepared. Mbi bazën e një skenari të përgatitur mirë. That is violating constitution, violating also the rules of parliament. Duke shkelur kushtetutën dhe gjithashtu duke shkelur edhe rregullat e parlamentit. Ata votuan me urdhër të kryeministrit në sallë për vetëm 28 minuta. Ky ishte debati kur ne si opozitë kërkuam të vijej një mocion për debat mbi programin e qeverisë, u refuzua. Të drejtat kushtetuese dhe të drejtat që burojnë nga rregullat e parlamentit të deputetëve nuk respektohen as pak. Tani pas kësaj ka shumë të dhëna se ata kanë instaluar një sistem të thellë përgjimit të internetit. Në një moment ata bllokuan TikTokun. But there are very clear crystal data that it had happened. Ne po verifikojmë, por ka të dhëna shumë të qarta, kristal se kjo ka ndodhur. Like a sheikh or emir that goes town to town. Kryeministri ndjen veten si një sheik apo emir që shkon qytet me qytet dhe shkarkon vet kryebashkiakët e tij, këshilltarët dhe drejtorët. They are bringing earlier a mission to look because ne kemi ofruar kongresin e autoriteteve. Ata do të sjellin më herët një mision për të parë situatën sepse nuk ka autonomi. Nuk ka asnjë autonomi të pushtetit vendor. Zoti President, këtu kjo është bërë krejt normale. Me që folën për kërcime të ndryshme, kërcimin rus, kërcimin tjetër. Për shqiptarët kërcimi më i madh është droga. E vërteta është se ne do t'ju informojmë ju, kolegë të nderuar, me dokumente dhe materiale për çfarë ka dalë. From Italian antimafia that Albanian government representatives ka dalë nga antimafia italiane që përfaqësues të qeverisë shqiptare kanë bërë një takim në Aruba me kartelet më të larta të drogës. Cili është qëllimi i takimit? Qëllimi ishte një marrëveshje për të investuar paratë e tyre në Shqipëri. Por kushdo që vjen në Shqipëri ose shet të dhënat e Eurostatit, do të gjejë që indeksi i ndërtimit është 3 herë më i lartë se mesatarja për Bashkimin Evropian.